Shandani, lavdimet të tia ka të bëjë me 7 frymra të Atit, në Isaia 11, që ti dhe unë kemi nevojë. Lavdimet të tia janë koncepte të thjeshta, bazë që po flasim, vëllezër. Beslidhjen ku kemi hyrë me 12 fiset e Izraelit, ata çfarë ju dha? Ju dha ligji atyre Romakëve 9 të thotë. Premtimet, beslidhjet, do t'i shikojmë më vonë beslidhjet, kam bërë një foto shumë të bukur, se tani është ekrani i madh këtu ja, që mund ta shikosh në të tëra beslidhjet. Ai, lavdimi tento atë jep vajin her pas here. Mbushesh, vëllezër, lutem që të mbushesh me fjalën dhe me frymën. Lavdimi tento atë. Sa kemi nevojë. Ku ishim? Ku do të shkojmë ne? Beslidhjet, okay. Beslidhjet. Më lejo të eth atë foto. Kam vënë tani. Okay. Po, beslidhjet, kam bërë një grafik lavdjatit. Ta shikosh vëllezër, ta shikosh dhe vet. Shpresoj të marrim me një, ndryshojmë faqen, mas andaj është prapë bëjmë, por ta shikosh, beslidhjet që neve kemi hyrë. Do ta shikojmë mas andaj me Romakëve 9, të njëjtën gjë. Okej, lavdjatit e mirë. Shikoj vetë vëllezër. Shikoj në ekran. Beslidhja që neve hymë e Mesias, si rezultat kemi hyrë në të tëra këto beslidhjet në të blu, në të majtë që shikon. Beslidhjen e Adamit. Ne si burra do të punojmë, shenja e beslidhjes, për të ngrënë. Ju motra të reja, po keni dhimbje në lindje, gruaja ka dhimbje në lindjen e fëmijës, ato ishin shenjat e beslidhjes së Adamit. Dhe Adami me Evën në njëjtën kohë që bëri lavdimet të tia. Mas andaj kemi beslidhjen në Noasë që neve kemi hyrë me anë të besimit. U dha ylberi apo jo? Prandaj videon që pa të fundit, unë isha mbushur me frymën atje. Donja që ta shpënjë zemrën që ju ta shikonit. Prandaj po regjistronja. Shenja e beslidhjes që bëri me Noanë. Ishte ylberi që neve hymë, premtime që i dha atia. Ligji ishte vëllezër, kafshët e pastra, pa pastra, ai dinte çfarë do të bënte. Adami i kishte ligjin e përsosur, ishin dhënë nga engjëll në kopshtin e Edenit. E transmetovi mas andaj ndaj bijve të tia. Kemi festën e frutave të para, që Abeli me Kainin po mbanin, por zemra nuk ishte mirë për dikë, nuk po paraqiste në këtë rast zemrën e duhur për paratit, ofertën. Hymë në beslidhjen e Abrahamit si bijtë të tia. Galatasve 3:29. Galatasve 3:29. Thotë, si çfarë? Tani në besim ku jemi? Jemi në Mesia, në Krishtin apo jo? Jemi pasardhës e Abrahamit, trashëgimtarë sipas premtimit. Ja po e shkrimin vëllai, ta shikosh dhe ti. Jo, nuk na ka marrë. Okej, më fal, ja. Galatasve, ja do ta zmadhoj pak. 29. Në qoftë se jeni çfarë? Në Krishtin, në Mesian. Krisht të thotë i vajosur vëllezër, nuk është mbiemri i birit të tia. Në qoftë se thotë neve jemi thotë tani thotë në besim thotë ne, ajo fjala jeni të, do të jemi në besim, lavdimit të tia. Atëherë thotë jeni pasardhësja e Abrahamit. Po flet për beslidhjen vëllezër. Pasardhësja e Abrahamit dhe trashëgimtarë sipas premtimit. Çfarë i premtovi Abrahamit vëllezër? I premtovi qytetin. Hebrejtë 11. Dalë të shikojmë. E shikojmë? Ndoshta e shikojmë. I premtovi qytetin.
Ja, më fal, kisha diku po nesër tani nga që janë shumë materiale. Hebrejnë 11. Po përveç se të tjera që shumëzimin që beri, por atë premtimin final po flasim vëlla motër. Premtimin final. Premtimin final. Okej. Më falni, ndoshta, okej. Do të më qëndroj dhe muzika. Okej. Shikoni Hebrejnë 11. Një, po marrim edhe një shkrim tjetër, se kjo është një prapë, kemi ne lavdiatit është argumente dhe jetën e të njëjtën kohë, që është në harmoni, konsistencë mes Bulesën 22:14, po flet për qytetin, për të hyrë, duke mbajtur urdhrimet e Atit. Jam më lejo ta të mbledh pak. Ja, ku ke? Konceptet të thjeshta vëlla motër që ti duhet t'i shikosh për premtimin e lajmin e të mbretërisë së vërtetë, që unë lutem Atit ta marrësh në zemrën tënde. Këto gjëra nuk i kanë mësuar në për ato shkolla, sepse janë prioritet diçka tjetër, si të anullojmë, si të qëndrosh kundra anullimit të ligjit të Atit, të rrugëve të Atit. Ajo është prioriteti në ato shkolla. Më vjen keq që akoma disa vëllezër nuk mund ta kuptojnë këtë koncept. Lutem Atit ta kemi më të themeluar në zemrat tona. Lutem Atit. Okej, ja shikon vetë. Me anë të besimit, Avrahami banoi në tokën e premtuar, dhe si një të huaj, thot, dhe neti në çadra, festa e çadrave. Përse rinte në çadra ai? Ndërkohë që kemi dhe festën e çadrave që ai masandaj pa lavdimit të tij, pa lavdimit të Atit, pa ditën e Mesias dhe u gëzua që reflekton pasan vetë Mesia thot me gojën e tij, në Gjoni 8. Që thot Abrahami thot me quajeni bit, thot farisejve, ju quajeni bit e tij, pa ai e pa man. Ai e pa ditën time dhe u gëzua. Dhe thot masandaj jubileu 16 që kanë hequr dhe ato libra nga shkrimi që janë të vërtetë lavdimit të tij. Ishin deri në 1880 në versionin King James, por kur njeriu fut duart masandaj nuk është një magje e mirë. Unë lutem Atit që ta lejojmë Atin të krijojë magjen e tij të përsosur dhe ne fillojmë hamë nga ajo buka jetës, lavdimit të tij. Okej, me anë të besimit Avrahami banoi në tokën e premtuar si një huaj ndjetim çadra, thot me të birin e tij, Isakun dhe Jakovin, bashkë trimtar të njëjtit premtim. Sepse çfarë premtimi priste? Priste qytetin Jeruzalemin e ri, që ka themelet, thot, mjeshtër dhe ndërtuesit, të cilit është Zoti, Ati ton Elohim. Sepse masandaj vargu tjetër thot, ata tani çfarë dëshirojnë dhe më të mirë, thot, jo këtë tokë që kemi sot tu vëlla motër. Prandaj zbulesa 21 flet dhe 22 flet për qytetin, për tokën e re të restauruar, të rinovuar. Fjala atje është kainos vëlla motër, do thot në gjendjen e mëparshme, restaurimin në gjendjen e mëparshme, siç ishte në kopshtin e Edenit. Nuk ka një tokë të re të përgatitur diku tjetër. Këto janë filozofitë të katolike ortodokse që kanë dhënë në atë kohën. Ati ku krijoi në fillim tha është e mirë, nuk gaboj Ati kur krijoi. Njeriu e njollosi, Ati do heqë njollat, lavdimet të tija kur të vijë të gjykojë me birin e tij, masandaj do jetë në statusin që Adami e kishte në kopshtin e ri. Po të shikosh fjalën është një nga për kopshtin e Edenit, po, është e njëjta fjalë është e ngjashme me qytetin e ri, që flitet, sepse është e njëjta strukturë. Pema jetës ishte në kopshtin e Edenit.
Do jetë në qytetin e ri, kur të zbresi nga qielli i tretë. Brenda, gjethet e saj do një përshërimin e kombeve, që kombe që janë jashtë, që do mësohen nga urdhrimet nga ligji për sosuriatit që do dalin nga Sioni. Isaia 2:3. Fletë dhe masandaj profeti Majka 4:2. Lavdimrit të tia, Mika si të. Ky është e premtimi vëlla motër. Ky është e premtimi që u dha Abrahami, që ai priste dhe tani në besim tek Mesia te Krishti, ne këtë premtim e marrim. Prandaj kemi beslidhjen e Abrahamit. Në këtë rast që neve kemi hyrë me anë të besimit, to beslidhje që ati beri me ta, jemi neve tani pjesë. Kjo është marrja asaj si thua majmërisë së pemës. Pema ka shumë premtime që ati ka dhënë, pra të pemë. Dhe disa degi janë ata, 12 fiset e Izraelit në besim tek Mesia, disa jemi neve. Po presim të shartohen si prej tyre, si prej kombeve, në besim tek Mesia. Shumë e thjeshtë. Beslidhja tjetër, këberi, me popullin e tia, me Izraelin, me anë të Moshe, me anë të Mojsiut. Moshe është emri i tij vërtet. Me anë të shëbëtorit të tia Moshe, profetit, dhe u shfaq ati në malin, dhe foli me gojin e tia, pa kurrizin Moshe, pa atin, që janë rastet të veçanta që ati ka zbritur, ka trupin e vetë, lavdimrit të tia. Prandaj tha, nuk mund të shikosh fytyrën time dhe të jetosh, sepse fytyrën e tij asnjëri tani në gjendje të tillë me një mish me thumbin e mëkatit nuk mund të jetojë, sepse ati e shkatëron me lavdinë e tij atë mëkat, atë njollosje. Prandaj e fsheu Mojsiu, Moshe e fsheu atë ditë në shkembi, që të mos se konsumonte. Dhe pa masandaj kurrizin dhe lavdia ati ju shfaq në fytyrë Mojsiu dhe zbriti poshtë nga mali. Dhe e pa në masandaj. Dhe do vuri dhe vellin në fytyrën e tij, sepse lavdia e atit ishte shumë e madhe, sepse pa krijuesin vëlla motër. Këto gjëra ne na duken si ka ndodhur. Ka ndodhur vëlla motër. Mund ta shikosh dhe të birin nëse lutesh. Jam lutur për vite dhe më vizitoi në 2017. E pash fizikisht, nuk ma tregoj fytyrën e tij. Por e pash kur mu afrua, më përqafoi dhe u largua, dhe që atë ditë nuk isha më e njëjtë. Lutja time ndryshoi. Erdhi vizitimi pagëzim e frymën e shenjtë, me zjarr brenda në dhomën time. Studimi i shkrimit ndryshoi. Po lutem ati për ato takime, nëse ke një zemër vëlla motër. Por nuk mund të vazhdojmë të ecim në shkelje dhe abuzoj, dhe heqim fare ligjin e pastaj do na vizitojë. Nuk viziton Mesia në atë mënyrë. Janë frymra të tjera që vizitojnë dhe ngjajnë masandaj si engjëll drite. Beslidhja tjetër që ati beri me Davidin, jemi pjesë, dha premtimet, që prej tia kush do linte? Do linte vëlla motër, Mesia Jashua apo jo? Ja po afroj pak të duket ndoshta tëra. Nuk e lejon, por gjithsesi. Beslidhja me Davidin vëlla motër. Prej fisit të Judës që quhet biri Davidit, apo që Davidi ishte pjesë atij fisit, lindi Mesia. E shikon që kemi 1, 2, 3, 4, 5 me gjithë Davidin poshtë. Janë beslidhje që neve kemi hyrë tani në besim tek Mesia. Dhe to masandaj na bëjnë pjesë neve që të trashëgojmë fillimisht beslidhjen e paqes që flet dhe profeti Jeshaja flet për 1000 vjeçarin në detaje, qytetin e ri, Jeruzalemin e ri që po zbret, ja ku se kanë bërë vëllezërit. Prej arit të kulluar, prej gurësh të çmuar, me 3 hyrje, me 3 portat në çdo fasadë, në çdo pllaj, ke 12 fiset e Izraelit emrat e tyre të shkruajtura. Atje vëlla motër, në qytetin e ri, ndërkohë sot të pastori thotë ne nuk kemi pjesë me 12 fiset e Izraelit. Atëre si do hysh ti në qytetin, ndërkohë aty kanë emrat e 12 fiseve të Izraelit? Kurse ti ke zgjedhur fiset tënde, normal ka fise plot që janë krijuar me këshillat e ndryshme, me kridet e ndryshme në për filozofi dhe shkolla të tjera, që nuk përcaktojnë fare shkollën e frymës së shenjtë. Më lutem që të dalë sa më parë dhe vrapo prej tyre, vëlla motër, vrapo dhe merre shkrimin vetë dhe studioje.
Bashkoju të mësosh prej të së vërtetës. Shpërndaje vlla motër, shpërndaje. Abonohu, se do flasim gjëra që nuk janë folur. Këto janë disa grimca që po bëjmë. Por dua që ti bëj nga ana grafike shumë që ti ta kuptosh në çfarë beslidhje ne kemi hyrë. Ja po shikon dhe vetë. Ja ta shikojmë, ndoshta kam gati. Okej, ja më lejo ta gjej. Që ta përmbledhim. Ta përmbledhim këtë grafik që bëra. Okej, ja ta shikosh dhe vetë. Dhe shkrimi e përmbledh me një shkrim të vetëm, Bibla vetë që apostulli foli. Lavdi emrit të tij. Ja, më lejo që të dali, do ta kem këtë ja. Ndoshta marrim dhe nga shkrimi pa humbur kohë, por shumë herë kam gati në mësimet që kam bërë të tjera dhe mendoj që mund të jetë në një vend. Okej, nuk e pas kam këtu, njëse si e marrim nga internet. Okej, Romakëve 9, ti do ta shikosh çfarë apostulli flet. Sot vëllezërit që janë drejtim as nuk prekin Efesianë 2, as shikojnë Romakëve 10, kapitulli 11 apo Romakëve 9, librin e Hebrejve, masandaj nuk okej. Të shikosh ti vetë vlla motër dhe do vazhdojmë, kemi Jakobin 1 që është shtat i lartë. Shtat i lartë po pret për neve. Lavdi emrit të Atit. Romakëve 9, vargje 2 deri në 4. Kanë disa përkthime që kanë bërë nga Google-i të Biblës shqiptare në kush është ajo, është Bible Getaway, po. Okej. Të pas më shirë, por nese lutem ti kontaktojmë një ditë dhe ti japim të vërtetën. Nuk lutem që ta kesh në zemër, se po e revizionoj të plotë për lavdit të tia që mund ta printosh pasaj për veten tënde. Se di se pasaj kemi shumë farisin në Shqipëri që qanë këto gjëra, kush je ti në për ta bërë, ne kemi autoritetin siç ishin farisin të atëra, po katolik ortodoksë, në njëjtin gjë, nuk kanë ndryshuar asnjë gjë të re në diellit, nuk ka asnjë gjë të re. Por sikush mund të shikoj për veten e tij me gjithë plotësinë e shkrimit me libra që kanë hequr. Kam një trishtim të madh, thot apostulli Paul, Shaul e ka emrin e tij të vërtetë. Apostulli Shaul, një udhimje të vazhdueshme thot në zemrën time, sepse do doja të ishe vetë i mallkuar, thot i ndar nga Krishti, nga Mesia, thot për shkak të vëllezërve të mi, për farifisin tim, thot sipas mishit, të cilët janë izraelitë. Po fliste në përgjithësi, vlla motër, për 12 fiset e Izraelit, që në këtë rast nuk ishin akoma në shpëtim. Dhe thoshte që atyre ju përket birëria, lavdia, okej? Beslidhjet. Cilat beslidhjet? Shumës. Ja ku i pamë, beslidhjet të tëra. Këto janë beslidhjet që fletë Romakë 9. Adamin, Noan, Abrahamin, me popullin e 12 fiset masandaj që u shumëzuan në Egjipt, që dolën prej ty, thot, dhe me Davidin. Këto janë beslidhje, thot, dhe beslidhja tjetër që është beslidhja 7, që është beslidhja paqes, që Mesia në këtë rast po mundohet të na futi, se cilit për nesh, nëse kemi një zemër të përullur. Këto janë beslidhje që fletë Romakëve 9. Shpallja e ligjit të përsosur të Atit, po ju dha atyre, thot. Ku? Ja, ku ke? Malin e Sinait. Ishte që më përpara vlla motë, por popullit të Izraelit, 12 fiseve ju dhanë atë ditë, sepse 12 fiset e Izraelit që ishin vëllezërit e Jozefit, ishin shumëzuar masandaj ndër vite në Egjipt dhe populli u bëm, ishin këtu kur dolën nga Egjipt, ishin gati themi, por gati 1 milion persona që dolën.
ishin 600.000, ishin të rritur pas zënë llogari gratë dhe fëmijët, dhe të huajt të tjerë që ishin popujt kombet në Egjipt, që u bashkuan me popullin Izraeli se pa në mrekullit të qati beri, dhe thanë, ky është Zoti i vërtetë, është Jahwe, thanë. Nuk janë këto demonët që na kanë thënë për kohë këtu në Egjipt, tha. Dhe ata masandaj çfarë? Ju dha ligji përsosur që Abrahami e kishte më përpara, Noa e kishte, Adami e kishte, sepse Psalmi 119 thotë, vargu 89, për jetë ke themeluar fjalën, thot ligjin tënd të përsosur në Psalmin 119, e ke themeluar për jetën e qellë, që Adami në këtë rast e mori mbas rënies së Satanit. Satani e shkelja të ligj të përsosur, gjet mëkat në të, që në fillim thot, ishte ku? Në e shkeli, që nga qelli, sepse që atje doli ligji përsosur, atje është burimi i jetës, vetë ati. Okej. E shikojmë vëlla motë që thot beslidhjet ju përkasin 12 fiseve që ne jemi shartuar, shpallja e ligjit ju dha në malin Sinai siç e pamë këtuja, dhe masandaj thot shërbimi hynor dhe premtimet shumës, premtimet që u dha në kujt, të gjitha këtyr në beslidhje që kishin premtimet të caktuara që ati foli individualisht, në fillim para se të vinte në mali Sinai, vëlla motor. Ati fliste individualisht personave. Kemi masandaj profetin Enoku, apo Jobin, apo kemi shumë masandaj të tjerë që ati përdorte gjatë kohës dhe fliste individualisht. Dhe biles dhe mbas popullit të Izraelit foli shumë për tyre individualisht. Kemi Davidin e gjëra të tjera. Këto janë beslidhje që ti dhe unë hyrëm, vëlla motor. Atyre thot i përket birëria. Ne kemi tani frymën e adoptimit të birërimit me anë të besimit tek Mesia dhe hymë në çfarë? Në birërinë e Atit, hymë në familjen e Atit, si bijë të dashur. Prandaj thot në Efezianët 5:1, si bijë të dashur të imitojmë Atin. Po si imitojmë sot, vëlla, ti që je në drejtim? Si imitojmë Atin? Ndalo për një moment. Lutem Atin, ndalo për një moment, të lutem. Në Efezianët 5:1. Në Efezianët 5:1, si bijë të dashur. Si imitojmë Atin? Apo Atin, ta thot vllai si kemi imituar neve gjatë kohës? Ne kemi bërë Mesian, Krishtin në këtë rast, që në mendjet tona ai është dhe Ati dhe i Biri në të njëjtën kohë të tëra këto filozofitë e Trinitetit. Që fjala homoousios që përsakton i njëjti person doli nga katolikët në 300-ën, 400-ën, kur bën në këshillat e tyre. Edhe masandaj neve, çfarë? Kemi vazhduar të mbajmë ato gjëra, dhe nuk dihet kryepriftëria e Mesias kush ishte, nuk dihet masandaj kush është Ati Biri, dhe sot janë në konfuzion vëllezërit e motra, sepse asnjëri dhe ata që besojnë në këtë doktrinë të rejme nuk din ta shpjegojnë, sepse ngelen në shumë shkrime. O do t'i prekim, lavdiati, do t'i prekim shumë shpejt. Do t'i bëjmë mësimet, janë gati, janë thjesht për të modeluar. Se do flitet masandaj që nga çka ka folur Ati, që në fillimet dhe më vonë, do t'i prekim Gjonin, apo Filipianët, apo Kolosianët, janë fjalë shumë të thjeshta që ne do na bëjnë mirë të kuptojmë realisht kush është Ati i Biri, cila është struktura, hierarkia e autoritetit, të gjitha gjërat masandaj që nuk anashkalohen. Dhe unë lutem Ati që ti mos i anashkalosh. Sepse kështu do t'i japin një urtësi frymërore, një kuptueshmëri të mirë frymërore për rritjen tënde. Okej. Efezianë 5:1. Bëjuni pra çfarë? Imitues të Atit, të Zotit tonë, krijuesit të qiellit të tokës. Ai është Alef dhe Taf, ai është Alfa Omega që në Biblën tënde, po e kam përkthyer nga aramaikja, nga hebraishtja vjetër. E përkthyer masandaj në greqishtën e vjetër. Dhe masandaj përkthimet i lejmë çka kanë hequr, masandaj edhe çka kanë shtuar.
do t'i marrë një ditë ndoshta me radhë të gjitha shkrimet që me evidencë çfarë kanë shtuar, çfarë kanë hequr. Në bazë të asaj, lejmë të tjera të akoma më thellëm përpara Greqisë së vjetër, por marrin vetëm greqishtën e vjetër të asaj kohe. Çfarë janë hequr çfarë? Të shikosh vetë masandaj në dëshmitë. Të jemi imitues vëlla motër, të rrugëve të Atit. Urdhërimeve të tia, ligjit të tij të përsosur, si bitë të dashur, a nuk folëm që për frymën e birimit, adoptimit, me anë të besimit në Mesia? Jo është. Shërbimi hynor. Shërbimi hynor. Mos ndoshta i përket shërbimi hynor sepse dikush masandaj ve një kryq dhe ve diçka dhe simbole masandaj dhe gjëra të tilla dhe del dhe thoi janë priftër. Ta janë, ndërkohë shërbimi hynor i është dhënë 12 fiset e Izraelit, pikërisht i është dhënë levitëve që janë priftërinjtë dhe kryepriftri që ishte që në atë kohë, dhe kjo vazhdoi ndër gjenerata dhe Mesia në këtë rast mori kryepriftërinë e përsosur për mbi levitët, në këtë rast sepse ishte nga rendi i Melkisedekut që ishte një mësim vete, një prift në atë kohë, që Abrahami masandaj u përul dhe masandaj dha një të 10-ën, por nuk ishte Mesia atje vëlla motër. Nuk ka qenë Mesia asnjëri shfaqur në dhjetën e vjetër. Kur do ta kuptojmë? Ka qenë engjëj që janë shfaqur gjithmonë. Ati ka dekretuar të përjetshëm, e ka emëruar, e foli dhe në profeti Enoku flet, gjithmonë ka qenë ai dekretimi, përcaktimi dhe ka shprehur në me fjalën e tij që një ditë biri tim do në këtë rast do vijë e do konceptohet nga fryma e shenjtë, do vuaj në këtë rast për mëkatet e njerëzimit, do ringjallet dhe masandaj do të lartësohet përmbi engjëjt. Po jo përmbi meje, thati, nuk kanë qenë këto gjëra. Tani janë 2 persona në qell, të gjallë, Ati dhe i biri së bashku masandaj me engjëjt, po. Janë 2 persona të ndryshëm. Kush do zbresi në 1000 vjeçari? Do zbresi i biri i tij, Ati është akoma në fronin e tij lart, në tempullin e tij që ka një tempull në qell sot e kësaj dite, që Mesia shërben atje. Sa gjëra, nuk dua të hyj në ato gjëra të tjera se nuk është koha. Lavdime të tija. Këto janë beslidhjet vëlla motër, që ti dhe unë kemi hyrë. Beslidhjen e Adamit, të Noasë, të Abrahamit, të Izraelit dhe të Davidit 6 dhe po presim të 7, që prandaj në këtë rast jemi në këtë rrugën këtu tani për të hyrë në beslidhjen e paqes në qytetin e ri, në Jeruzalemin e ri që po zbret, zbulesa 21, zbulesa 22, Zekaria 14, Jeshaja 2, Jeshaja 28, 56, 58, 66, Ezekieli 40, 49 kapitujt, ka plot shkrime që dëshmojnë lavdimin të tija. Vargu 2. Po i flet, konteksti vëlla motër, do t'japi kuptueshmëri. Konteksti të jep urtësi. Konteksti kujt po i flet? Po ju flet një grup personash dhe ti fokusohesh që po i flet të 12 fiseve të Izraelit të shpërndarë në përbotë. Këta çfarë? Kanë besuar vëlla motër në Mesia Jashua në Krishti. Thot, unë jam një shërbëtor i lidhur. Di pse vëlla motër, sepse si Pali, si ai, Shauli, si vetë po e ve unë këtë vëlla motër. Dhe realisht nuk po e ve unë, por është bond servant, do të thënë shërbëtor i lidhur, është vetë nga origjinali. Që do thotë shërbëtor i lidhur për jetë, thotë në shërbesë ndaj Atit dhe Zotit tim Jashua Mesia, thotë Jakubi. Kështu fillon dhe kur citon në zbulesa për Gjonin që themi, ishte një shërbëtor i lidhur, sepse çfarë po përcaktonte ne ligji për të rirë. Jo më fal në Levitiku. Në Levitiku 24 mos gaboj, po. Apo në Eksodi, ndoshta në Eksodi 24.
21, më falë, 21, Eksodi 21. Eksodi 21 kemi strukturën e një shërbëtori në këtë rast të lidhur që jep ligjë për sosun atë kohë kur kishte shërbëtore që shërbenin në këtë rast në për shtëpi ndaj një mjeshtri, ndaj një zoti të tyre, ndaj një në këtë rast personi. Dhe ligjë për sosur thotë që në këtë rast në Eksodi 21. Me njërë mbas dhenjes së beslidhjes dhe ligjit në malin Sinaj. Masandaj vjen struktura e çfarë është shërbëtori dhe ai shërbëtor duhet të rinte i lidhur për 6 vjet me mjeshtrin e tij, me shërbëtorin, me zotin e tij. Dhe ai në këtë rast zot, në këtë rast mjeshtër që kishte përpara, ai do të ta ushqente shërbëtorin sepse të po punonte për shtëpinë e tij, për gjërat që kishte, për tokën dhe gjithashtu do krijonte familja i shërbëtor brenda në shtëpinë e atij në këtë rast të mjeshtrit të tij. Pastaj në krye të 6 vjetëve kishte të drejtën që ky shërbëtor të largoheshe. Dhe masandaj në qoftë se dëshironte të rinte me mjeshtrin e tij për jetë, siç thotë Eksodi 21. Ai person mund të deklaronte zotërisë së tij, që po më dilte fjala zotërisë së tij, mjeshtrit të tij me pak fjalë, po zotërisë së tij, që unë dua të jem me ty për jetë sepse ti më ke ushqyer, më ke dhënë gruan, më ke dhënë fëmijët, më ke dhënë çdo gjë të mirë që un kam. Dhe pse do të largohem nga kjo e mirë, të shkoj gjikundi tjetër? Masandaj, unë jam mirë këtu. Atëre ai zotëri merrte masandaj këtë personin dhe çonte përpara pleqve të Izraelit dhe masandaj vendoste një unazë në këtë rast në veshin e tij që ky shërbëtor do ishte i lidhur për jetë me zotërinë e tij. Nuk do largohej kurrë për shkak të motivit të dashurisë që ky shërbëtor kishte ndaj zotërisë së vet. E këta po të thotë Jakobi vëllazër, dhe Pali, dhe Gjoni, dhe këta janë thotë, ne jemi shërbëtor të lidhur për jetë, thotë, me Atin dhe Zotin tonë, Jashua Mesia, sepse duam, thotë, me gjithë zemër, thotë. Kjo është shërbesa jonë. Ne do të shërbejmë atij, jemi të lidhur për jetë, nuk largohemi me, se ka qenë i mirë me ne. Kjo unë lutem Atit që një vëlla në shërbesë ta kuptoj akoma më thellë dhe kështu masandaj do shikoje që ja shkruajtur atyre, po, 2 fiset e Izraelit që ne jemi shartuar, po, të ecim në rrugët e përsosur të Atit që na bëjnë të urtë, na japin zemër të mbushur me urtësinë, në këtë rast na pastrojnë, na veçojnë, na sillin qëndrueshmërinë, rezistojmë të ligun. Dhe kështu ja mësojmë fëmijëve në këtë rast në familjen tonë, brezave, në këtë rast nipër mbesa dhe asamblejës së kishës. Sa do t'i mësojmë, vëlla? Ligji është hequr në mënyra filozofike, të mbash përgjegjësinë, vëlla. Largohu prej filozofive, prej bishës së Romës që është në Shqipëri me masonë të hapur, që nga Pogradeci apo në Tiranë apo kudo i ke, që të kanë krijuar shkolla dhe shikon marrëdhënie, shkojnë në për Romë dhe bëjnë masandaj fenë e paqes dhe ti je pjesë. Ha lutem Atit, secili për nesh, do vendosi për rrugën e tij. Ne flasim, një shërbëtor i lidhur për jetë me të flet, profetët flasin. Nëse kush dëgjon masandaj vepron. Ta konsideroni një gëzim të madh o vëllezërit e mi kur ndodheni përballë provash të ndryshme, po i thotë të kujt prapë të 12 fiseve të Izraelit që ishin shpërndarë në përbotë. Por atyre po i fliste. A është për neve libri i Jakobit, vëlla motër? A keti në Biblën tënde? A është për neve? Po, është për neve. Është tër Bibla për neve. Atëre ne po lexojmë diçka që ishte ku. Ne na bën mirë Jakobi, e përdorim shumë herë, citojmë shumë herë, por për kë ishte shkruar? Ishte shkruar për ta dhe është edhe për neve. Bestia ishte për ta, premtimet ishin për ta, por janë edhe për neve. Janë edhe për neve. Për gjitha këto që janë të nënvizuara ishin për ata, po janë dhe për neve, sepse neve tani i morëm, në këtë rast dhe hymë, jo i morëm, nuk i marr akoma,
pjesërisht mund t'i përjetojmë, por nuk i kemi marrë akoma, sepse hyrëm në besim në Mesia në Krishtin. Që masandaj çfarë? Neve morëm frymën e birimit, u adoptuan në mbretërinë, në familjen e Atit. Që masandaj çfarë? Lavdia të shfaqen atë di, ka pjesërisht lavdi, po, dhe shumë herë shfaqet dhe vëllezërit e motrat me shumë të drejtë mund të në këtë rast gjykojnë disa gjëra të mira në një vëlla, një motër. Ajo është një formë lavdie që Ati zbret për shkak të sjelljes së dikujt. Që lavdia e përsosur masandaj shfaqet në trupin hyjnor, ringjalljen atë ditë. Beslidhjet i pamë, a nuk i pamë? Po i pamë, ja ku kemi beslidhjet që neve hymë. Shpallja e ligjit, po këtu masandaj këtu ndryshon. Me njëre, nuk kemi pjesë me këto neve, ne duam shërbimin dhe premtimet, por në këtë rast këto gjëra neve nuk kemi pjesë me beslidhjet e para, ne nuk kemi pjesë me. Është vërtet një gjë shqetësuese çfarë sot besohet. Duan të shërbejnë pa mësuar rrugët e Atit, pa mësuar urdhrimet, ligjin e Atit, që Mesia tha në Mateu 5:17 për të na sjellë në mendjen e shëndoshë, mos mendoni që unë erdha për të shfuqizuar këto gjëra, tha, si ligjin, si beslidhjet, si premtimet, këto gjëra tha, unë erdha në këtë rast për të restauruar dy fiset e Izraelit dhe tani mund t'ju japi juve në këtë rast akses që ju të filloni të mësoni rrugët e Atit, lavdimit të tia dhe masandaj ju mund të shërbeni që të merrni premtimet. Dhe thotë masandaj që nuk erdha për ta shfuqizuar shpalljen e ligjit që u dha më përpara, thotë, as profetët, thotë. Dhe ju çfarë do të bëni masandaj ju në këtë rast, thotë, përveç se thotë asnjë jot, asnjë pikë e ligjit nuk do të kaloj, thotë, por ju thotë në shërbesën që mund t'ju jap punën atë ditë, thotë, për të ecur në rrugët e Atit, ju do t'ja mësoni të tjerëve. Dhe ata që i mësojnë, thotë, dhe i praktikojnë këto më të vogla, thotë, masandaj do gëzojnë, thotë, mbretërinë e qejve, thotë, dhe do të jenë më të vegjël në atë mbretëri. Por ai që i praktikon urdhrimet e Atit, ligjin e Atit tim, tha, dhe ja mëson të tjerëve, do të jetë më i madh në mbretërinë e qejve. Por pyetja është ku janë ata të tjerë që nuk kanë fare të bëjnë me ligjin, që heqin. Mesia thotë, praktikojeni dhe mësojeni, thotë, në shërbesat tuaja, siç e thatë ne para Timoteut 4:13, ti kushtojmë kujdes leximit të ligjit të shkrimit, që shkrimi ishte që nga Zanafilla deri tek Malakia. Por sot neve nuk kemi pjesë, thotë dikush, dhe unë lutem Atit që ti të vraposh nga i dikush. Qëndro vëlla motër dhe megjithëse ministria tonë është hapur për secilin. Por ti mund të qëndrosh për një periudhë në urdhrimet e Atit duke i praktikuar dhe Ati nuk të le pa dëshmi apo pa një miqësi që ti mund të rritesh frymërisht duke mësuar karakterin e Atit, urdhrimet e Tija, rrugët e Tija dhe kështu gëzon premtimet që po vinë. Kur ndodheni përballë provave të ndryshme, thotë, mos u shtrishton, thotë. Biles, thotë, ta merrni, thotë, si një gëzim të madh. Do ta shikojmë përse dhe pa, masa në vonë thotë në vargu 21-22 çfarë do të bëjmë për të qëndruar, por nëse, duke ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri. Okej. Me njerë, vëllezërit e motrat e marrin këtë shkrim duke thënë, shiko vëlla, unë kam besim dhe ja unë po qëndroj. Okej, besimi mbaje, por besimi reflekton e ecjen, kështu qëndron. Sepse njeri mund të thotë unë kam besim, si thon vëllezërit e motra sot, po shikon janë duke bërë gjërat kundra ligjit, janë duke shkuar në gjëra që nuk janë imoralitete, gjëra të tilla, në përqefet kënaqësitë, kanë vendosur gjëra të tjera si ecje të tyre. Ata kanë besim, thonë, apo jo? Kanë besim shumë për atyre që i shikon për televizione. Kanë deklatuar dhe lajmin e mirë, beso tek Mesia dhe do shpëtohesh. Masandaj çfarë i thonë? Ligji është hequr. Nuk është më për neve. Ec në paudhësi, por s'ka gjë, ti beson, do jesh me ne pasandaj. Por në çfarë vendi do jesh? Kjo është pyetja, që në një vend do shkojmë, secili prej nesh dhe janë dy vende.
Unë lutem atë që t'jesh brenda të qytetit të ri, që është me anë të urdhërimeve të atit ligjit të përsosur që mund të hymë, të kemi akses, Zbulesa 22:14. Dhe si ti dhe unë kemi qëndrueshmërinë vëlla motër, ta thotë Zbulesa 14, 11-12, si reziston bishën figurën damkën e saj, dhe këtu është thot vargu 12, është qëndrueshmëria e shenjtorëve. Qëndrueshmëria e atij besimit të praktikuar që reflekton e ecje, duke zbatuar urdhrimet e atit, thotë Zbulesa 14, dhe besimin tek Jeshua. Nuk ndahen, vëlla motër. Nuk ndahen. Besimi me urdhrimet, besimi me ligjin nuk ndahen, njeriu ka ndarë. Ka plot evidenca me dishepujt të masion apo katolik ortodoks kanë bërë gjëra të tilla që nuk përcaktojnë shkrimin. Nuk përcaktojnë shkrimin. Ja ta shikosh ndoshta vetë atë qëndrueshmërinë. Okej, ne shikojmë qëndrueshmërinë. Lavdi emrit të Tij, sepse po flasim qëndrueshmërinë, apo? Okej. Qëndrueshmërinë. Të që po thesha pak më përpara, Zbulesën 14. Mundimi i tyre ngrihet në shekut të shekujve dhe nuk do të kenë prerje ditë e natë ata që çfarë adhurojnë bishën, figurën e saj dhe kushdo që merr damkën dhe emrin e saj. Si mund ta rezistosh vëlla motër? Pa tha që në Mateu 4:4, po citonte ligjin Mesia, e predikoi ligjin, dhe këtu po të thotë që brenda ti ligjit janë urdhrimet e atit, dhe kështu ti dhe unë kemi qëndrueshmërinë. Këtu është qëndrueshmëria e shenjtorëve. Si rezistojnë, thotë, këtu janë ata që zbatojnë urdhrimet e Zotit të atit dhe besimin tek Jeshua. Dy komponentët që ti ke nevojë në jetën tënde, ligjin e përsosur të atit dhe besimin tek Jeshua. Këto janë dy gjëra që ti ke nevojë në jetën tënde. Pa këto të dyja nuk ecën në rrugë frymërore, vëlla motër. Mund të flasim çdo ditë, mund të kërcejmë çdo ditë, vëlla motër, mund të pretendojmë që jemi me të. Por një person nuk ecën në urdhrimet e tij, le të thotë un kam besim, të tërë kam besim sot. Po besimi reflekton duke zbatuar karakterin e atit, pikërisht e prekëm pak më përpara që ne çfarë duhet të bënim? Duhet të bënim diçka. Duhet të imitonim atin tonë. Të ishim imitues të karakterit të tij. Kush e ka dhënë fjalën e përsosur të përjetshme, ligjin komplet Biblën, që është e përjetshme, që është për ty, ka dhënë Ati. Dhe në atë ne shikojmë çfarë Ati ka thënë si të përjetshme. Ndërkohë, ajo kushtetut të ligji përsosur do mbahet në 1000 vjeçarin dhe për te, sepse janë në të përjetshme festat e tija, urdhrimet e tija. Si do ish, vëlla motër? Si do ish në atë mbretëri? Kur sot dikush nuk do t'ia di për sabatin që është shenjë besëlisë së përjetshme. Festat e tija, e thotë Ezekieli 20 që po citonte në Galatasët 3, apostulli Paul, që të jetojnë nëpërmjet tyre, janë shenjë për popullin tim, thotë Ati. Festat e mia. Ne festat e Atit biblike nuk i marrim parasysh. Ne masandaj nuk do t'ia dimë për rrugët e tija, nuk do t'ia dimë që ta mbajmë ligjin e tija në zemrën tonë. Të avi urtësia, do flasim me urtësi, do flasim për drejtsinë e tija, kështu do të trashëgojmë tokën dhe do banojmë gjithnjë mbi te, do kemi banesën e përjetshme. Ne këto gjëra nuk i marrim parasysh, vëlla motër. Ka ardhur koha e zgjimit për secilin prej nesh, për të ditur që ke trashëguar gënjeshtra, vëlla motër. Vendos shkrimin përpara, e ke me çdo lloj evidence dhe po prek disa vargje. Dhe nuk marrin siç marrin sot të marrin gjysmë vargu, edhe masandaj me të shërbesa vazhdon me gjysmë vargu, pa mbështetje të vargjeve të tjera që dëshmojnë konsistencën e Atit, harmoninë e tij, karakterin e tij kur përdorim vargje të tjera. E pamë qëndrueshmërinë, vëlla motër. Qëndrueshmëria, rezistenca, sprova e besimit, besimi reflekton në zbatim të urdhrimeve të Atit. Ajo është besimi tek personi, tek karakteri i tij, te sjellja e tij që fillon me Atin dhe masandaj vazhdon me të birin dhe përfundon me fëmijën.
Por sot neve, si thashë, ato filozofi të greke romane të Platos e kanë futur atë Krishtin e rejmë, që është ati në të njëjtën kohë, ai ka 2, 3, 4, 5 natyra, ndërkohë natyra e njeriu të përcakton sjelljen e tij, ka një të vetme. Mesia u lut që ta ringjallte atin në Hebrejve 5. Ta ringjallte. Atëherë që kam ai që po lutesh e ishte ati në të njëjtën kohë, apo jo se ai po ekselen me një anë natyrën e tij hynore, ndërkohë shkrimi thotë që ai u tundua në të gjitha pikat. Mos ndoshta Mesia, ati tundohet? Mesia u tundua në të gjitha pikat pa mëkatuar. Ati u tundohet ta gjë nga ndonjë diçka? Jo, nuk tundohet. Mesia vdiq dhe u ringjall. Mos ndoshta ati vdes dhe ringjallet. Pikërisht sepse nuk marrim logjikën e shëndoshës, sepse kanë hyrë vetëm demonë filozofike në këtë rast në mendjen e dikujt. Dhe përdorim mishin, ndërkohë që duhet përdorim zemrën e përulur, çfarë thot shkrimi.